imazhin ndoshta rikuperohet, po ne jemi të hub qindra miliona euro. Ndoshta është vetëdijsim i qytetarëve që nëse organizohen, nëse mobilizohen më shumë, mund me bën ndryshimin më shumë, sepse në instancë fundit shumë njerëz e dinë që një aleancë shumë e fuqishme, paktën me rezultatin siç ka qenë më përpara, nuk e kishon pas çet bllokad. Aleanca që nga mas lufta i ka pas fuqi të vogël elektorale, por fuqi të madhe politike. Në të gjitha proceset që kemi kalu prej vitit 1999, megjithëse fuqia e aleancës ka qenë rreth 10%, gjurmë të aleancës në të gjitha vendimet jetike të shtetit Kosovës janë shumë të fuqishme. Është shumë e fuqishme në ndërtimin e koalicionit 2004, është në ndërtimin në përgatitjen e Kosovës për bisedime për status, ka qenë në shumë procese kanë pri vetë. Dialog. Standardet para statusit, po flas që kanë qenë një projekt ndër projektet më të rënda që i kemi pas, po koha po i bën me u harru temat. Pastaj në procesin e dialogut, roli i aleancës ka qenë shumë i fuqishëm, roli i aleancës në krijimin e ushtrisë të Kosovës. Mos harrojmë deri në 2018 nuk ka pas Kosova ushtri. Po, zoti Arifi, një pyetje.